Seanca e 2 gjyqësore ish presidentit Ilir Meta shënoi përplasje të forta mes avokatit dhe gjyqtarëve të çështjes për transmetimin direkt. Edhe njëherë avokati Kujtim Cakrani i qëndroi kërkesës që e gjithë seanca të transmetohet pa asnjë kufizim. Ky është procesi i vitit. Mediat duhet ta transmetojnë live. Nuk duhet I ndalje mediat për transmetim live. Nuk keni asnjë bazë ligjore të ndërprisni transmetimin live të medjave. Ja dinjiteti njerëzor, presidentin në kafaz me xhama. Ku e keni dinjitetin me këto sallat e reja? Ja ku janë tenderat. Presidentin në kafaz, me këtë talleni ju, si jemi budallënj. Edhe Monika Kryemadhi mbështeti kërkesën, duke thënë se publiku ka nevojë të njihet me të gjitha provat që kanë palët në proces. Ky intimidim dhe linçim që më është të bërë mua dhe ish burrit tim duhet të jetë I hapur që shqiptarët të shohin provat. Jam dakord me kërkesat e avokatit Cakrani. Sallat janë tipike amerikane, por ka një ndryshim, edhe vrasës I serial atje ulen me avokatin për krah. Debati nuk u ndal këtu, pasi të pranishëm në seancë ishin edhe deputetët Klevis Balliu dhe Tedi Blushi, të cilët kërkuan që gjyqi të ndiqet publikisht. Megjithatë, gjykata rrëzoi këtë kërkesë me arsyetimin. Gjykata çmon se regjistrimi me kamera ose transmetimi drejt për drejt I seancës përbën një formë të egzageruar të publicitetit, mund të cënojë parimin e pafajësisë. Në proces do të thirren dëshmitar dhe transmetimi drejt për drejt përbën cënim të jetës private. Relatimi I aktë akuzës që lidhet me Çesdian u shoqërua gjithashtu me debate mes palëve. Prokurori Sotir Klapi lexoi një mesazh të shkëmbyer mes Metës e Kastriot Ismailit, ku I thoshte që ditën tjetër I duhej 200.000. Por avokatët ndërhyn duke thënë se interpretimi I tij është I gabuar dhe se ai mesazh është administruar në mënyrë të palishme. Më herët gjykata rrëzoi edhe kërkesën e Ilir Metës për lirimin e tij nga qelia.